Unë kom punu në korporatin energetike të Kosovës, edhe kom pas një fatkeqësi në punë nga rryma elektrike, tensioni lartë për 6.000 voltve. Atë ditë kom shku në punë me zavendësu një shok timin, edhe për shkak gabimit një personi cili e ka lëshu rrymën, e kemi qenë duke punuar, ka ndodhë fatkeqësia dhe unë kur kom shku në operacion nuk e kom ditë që më amputohet dora. Se unë e kom pas dorën, po ka qenë shumë e dëmtuar. Edhe kur më kthy për operacionit e kom pas që dora është amputuar. E mendimi i parë që më ka ardhur në mendje ka qenë a do të mundem më marrë me sportin e karates tutje. Përshëndetje miq të gazetës Demos, jemi me një karatist i cili na dëshmon se me vullnet dhe punë mund ta tejkalojmë çdo sfidë. Tani do ta dëgjojmë refimin e tij frymëzues. Përshëndetje, nderuar, faleminderit shumë që pranove ftesën më bë pjesë e gazetës Demos. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Fillimisht, nëse mundesh me na u prezantu edhe me na tregu nga të ka lind dashuria për sportin e karates. Unë quhem Ismail Fazliu, vitet e 70-ta kisha një dëshirë si i ri me u marrë me sport. Edhe çdo mbrëmje kur bija me fjetë, ëndroja që një ditë bëhem sportist. Mirë, por në atë kohë kishte pak klube në Prishtinë, sidomos kishte klube të futbollit e ndonjë klub tjetër, por aty në për klube regjistrohen vetëm fëmijët e tij quhej atëherë aristokratët. Mirë, po ma vonë, në vitin 1975, e pam një reklam qytet dhe së bashku me 2 shokë të mitë, u regjistruam në klubin e karates Prishtina. Sa vjeçar ke qenë atë kohë? Në atë kohë kam qenë 18 vjeçar. A ke mendu që edhe pas 51 viteve, apo jo, ke me vazhdu prapë? Jo, nuk kam mendu, se atëherë sportin e kanë parë në shtigjet shkurta, e në marrë një kohë dhe me lanë dhe ka qenë fillimet, pak është njoftë për sport. Mirë, po unë gjatë punës të shku në për seminare ndërkombëtare, në për ish Jugoslavia atëherë, jenë marrë seminare ndërkombëtare ku kanë marrë pjesë karateist nga e gjithë bota, aty i kum pa mandej njerëz të moshuar që kanë bërë stërvitje, edhe me familje, me komplet familja. Edhe pastaj kom fillu në me i pa, si shembull me i pas japonest, pastaj për Evropë Gjermant, edhe e kom pa që njeriu mundet më marrë edhe në moshë shtyrë me sport. Kështu që gjithmonë sportin kur nuk kom mendu me lanë, po gjithmonë kom mendu kur të plakëm, a do të mundem me ushtru. Edhe unë ende po vazhdoj të shofim tutje si. Sa vjeç je tani? Tash jem 69 vjeçar. A na tregon pjesën e dorës, çka ndodhi që e humbet? Unë kom punu në korporatin energetike të Kosovës, edhe kom pas një fatkeqësi në punë nga rryma elektrike, tensioni lartë për 6.000 voltve. Atë ditë kom shku në punë me zavendësu një shok timin, edhe për shkak gabimit një personi cili e ka lëshu rrymën, e kemi qenë duke punuar, ka ndodhë fatkeqësia dhe pastaj më ka shëton ndihme e parë në spitalin e Prishtinës. Atëherë nuk ka pas kirurgji plastike në Kosovë dhe më ka dërgu urgjentisht në Shkop. Aty kom nejt 5 muaj në spital, mandej edhe 1 muaj në Ljubljanë, në Sloveni. Ku e gjitë pastaj forcën për me vazhdu edhe çka të erdhë në ato momente në mendje kur e ke po që veç nuk e ketash një rendor? Unë kur kom shku në operacion nuk e kom ditë që më amputohet dora. Se unë e kom pas dorën, po ka qenë shumë e dëmtuar. Edhe kur më kthy për operacionit e kom pas që dora është amputuar. E mendimi i parë që më ka ardhur në mendje ka qenë a do të mundem më marrë me sportin e karates tutje. Edhe kur jam kthy prej spitalit, kom dalë këtu në Gërmi, në atë pjesën andej, një 20 ditë
kam ushtru derisa kom hyp pak në formë. Dita e parë ka qenë shumë e tmerrshme se nuk kam mujt me ushtru me vrapu ma shumë se 20 metra. Për shkak se 6 muaj në spital i kom humb muskujt, shëndetin e të gjitha. Por prap nuk jem dorëzu, kom vazhdu, pastaj pas 2 muajve kur jem hyp pak në formë, atëherë jem kthy në klub edhe kom vazhdu. Në ato ku kush ka qenë frymëzimi dhe familja, sot kanë mbështet? Po, familja atëherë nuk ka pas traditë sportive. Kur kom fillu me vrapu ngërmi është dasht, se atëherë vraponim prej Tokbashës, këtu shtegun edhe u ktheshin në Tokbashë 16 kilometra. Edhe në Tokbashë ka qenë një rrugë ku është sot një lum i vogël, kanë qenë do kumbulla dhe aty nuk na shifshin njerëz, aty fillojsha me vrapu për mos me na pa tjerë se krejt shiqojshin çka ka ky njeri që po vrapon. Edhe familja dikur ka nis me mirë kuptu, fillun edhe gati gjithë familjarët me ushtru, sepse unë me njerë fillova u bona asistenti trajnerit për shkak se ishin hapat e partë karates, edhe nuk ishte trajner, nuk ishte kuadro, edhe i mora pastaj familjarët ushtru nga pak, cilët gati gjithë e kanë lënë, e unë e kom bet halon. Ju personalisht, a keni pas ndonjëherë paragjykime tani pasi që e keni humb dorën, a keni has në ndonjë paragjykim? Me ju thonë, po ti nuk mundesh ose diçka e tillë? Unë sportistët duhet me luftu, edhe nëse dikush e paragjykon, ose bullizon, siç po thuhet tash, me i kalu ato anash mos më marr. Duhet me ecë rrugës. Ata që flasin, anash mbesin rrugëve. Ata që punojnë ecin përpara. Kum pas shumë pak, po as pak kum pas, sa që kujdesin edhe dashurinë që ma kanë dhuru, nxënësit edhe njerëz që më rrethojnë, ato janë minimale, as nuk përmenden. Edhe unë i mësoj sportistët që edhe nëse dikush i shon, i fyn, jo ata mi ju thonë faleminderit edhe mos m'ja u kthejt njëjtën gjuhë, me të njëjtën monedë. Përjashtime ka kur fillojnë me sulmu fizikisht, nëse ajo ndodh, atëherë duhet me u vetëmbrojt. Se edhe në aspektin pedagogjik edhe në çdo mënyrë tjetër, njeriu duhet me u mbrojt kur fillon me u sulmu fizikisht. Deri atëherë, duhet me kontrollu veten, sidomos sportistët punojnë shumë në afekt. Kur është njeriu në afekt, mundet me përdor dhunën atë diçka, aty me kontrollu veten. Edhe me i te i kalu situata. Ju tash jeni edhe trajner i karates, apo jo? Çka i frymëzonin nxënësit e juaj kur t'ju vinë? Po, ata spari prind t'i binë, se ata janë tash t'vegjël, edhe varsisht prej, për shembull Garust i ku motivu kur kanë hynë garë, e ku më përdor një shpreje trajnerëve që kanë luftu me shpata në Japoni, edhe i ku motivu para hyrjes në luft, ju ku më thonë, krenar që ndronë në shpat, para mendoje ferrin para marsha. Edhe ata jenë nisë kanë luftu me krejt shpirtin, me krejt qenin. Edhe ju ku marrë shumë shembuj pozitiv, edhe unë e kom qenë, se vazhdimisht kom qenë aktiv edhe demonstrimet e mia kanë qenë të nivellit lartë për shkak se kam marrë pjesë në për seminaret e Taigi Kaze që ka qenë shef i instruktorëve në Evropë. Ai ka jetu në Pariz, mirë po ka ardhe në Prishtinë disa herë, edhe në për seminare, në për krejt Bregdetin në Jugoslavisë, unë bajshin çdo vit, unë kom shku dhe i kom ndjek seminaret e ti, edhe e kom apliku karaten tradicionale japoneze që ka qenë. A ka qenë me vështirë sporti i karates në të kaluarën atash, so ka ndryshu? Tash me futjen e karates si sport promovus në lojrat olimpike, ata kanë ndryshu, sepse karaten nuk e konsiderojnë si shkatësi luftarake,
por si sport. E si sport mandej kufizohet. Se karateja si sport kufizohen shumë teknika. Goditjet e rrezikshme që janë edhe disa teknika kufizohen. Karateja si sport për vetë mbrojtje, po ashtu ushtrohet në mënyrë tjetër. Përdoren vetëm teknika cilat janë për vetë mbrojtje. Kurse karateja si shkallësi luftarake është shumë e gjerë, ka shumë teknika dhe teknika të rrezikshme cilat ushtrohen në rast ndonjë lufte a diçka për vetë mbrojtje. Por gjitha ushtrimet në karate që bëhen kanë karakter mbrojtës. Çdo ushtrim fillon me mbrojtje. Çdo katat janë ushtrime me kundërshtar të imagjinuar dhe gjitha ato kata që në Shotokan janë 26-7, gjitha fillojnë me mbrojtje, që tregojnë që ka karakter mbrojtës. Kurse në lufta, goditjet janë kufizuara, mund dhe në trup me qenë goditjet leta, kurse në pikat ku mundesh me shkaktu lëndime, kundërshtarit goditjet janë kufizuara, si që është koka, veshkët, dhe të vetëm arrihet kontakti, kurse goditjet plot nuk ka. Pra, këtu ja u mësonin nxënësa me fillim çdo herë. Në fillim ja mësojmë teknikat, katat, mandej lufta me partner. Sa e mbështet Kosova ose institucionet sportin e karates? Sa keni mbështetje? Ka zhvillim shumë të madh, por ende ka nevojë. Për shembull, mas luftën në Parlamentin e Kosovës, fjala sport nuk është përmend asnjëherë. Edhe tash e kanë që sporti është një pjesë e rëndësishme e jetës, bile mu i me thonë që njerëz që mirën me sport edhe me kulturë e mbajnë shpirtin e një populli. Edhe vedia është ngrit, edhe tash kanë fillu me përkrah, ka përkrahje nga Ministria për Sport, ka përkrahje nga komunat, ka përkrahje nga donatorët, mirë po ende nuk është e mjaftueshme. Se për shembull të rit, kur bëhen fuqi punëtore, atëherë e lënë sportin për shkak se nuk kanë të ardhunat mjaftueshme edhe do të me shku me punu dikun tjetër. Çdo sport është i mirë, po karateja është e veçantë. Ka disiplinë, edhe i zhvillon gjitha cilësitë e sportit. Nuk është vetëm forca, e ka lëvizshmërinë, shkallësinë, shpejtësinë, elasticitetin, reagimin e shpejt, reflekset. Mandej në aspektin shpirtëror e forcon karakterin, fiton vetbesim, siguri, guxim, trimëri, fiton shprehi pune. Thot gjithmonë ja dal. Ka energji pozitive, kur rri me njerë cilët janë sportist, ata vetëm ankohen. Kur ka diell ankohen prej diellit, kur ka shi po bjen shi, gjithmonë ankohen edhe kanë energji negative. Kurse me rrethin që rriun, që janë sportist, ata asnjë nuk ankohet. Ata vetëm e gjejnë mënyrën për me arrit ndonjë sukses, ndonjë rezultat. Për atë arsye është mirë gjithë më marrë me sport. Edhe jo me fillu sportin 2-3 ditë, po du të me llogarit ton jetën derisa të munden më marrë me aktivitete fizike. E juve kur veni në gërmi, çka ju kujtohet? Për shembull, sot kur ardh, të ardh ndonjë kujtim? Gërminun siç ju thash prej vitit 1975 vrapoj, po një kohë kemi vrapu 16 kilometra. Nga njerë kur jemi kthy, kemi taku shok, kemi vrapu edhe 16 tjera, 32. Kurse tash unë vrapoj 8 kilometra. E këtu, këtë shteg e kam kalu me shumë nxënës të mi. Me mira janë. Me mira janë. Shumë njerëz kanë dalë për herë të parë e kemi kalu së bashku. Këtu ka edhe dëshmorë që janë. Se shumica e nxënësve të klubit tonë jenë kyç mbrojtjet atë dhe. Janë dëshmorët Habib Zogaj, Mentor Krasniqi, Reshat Muçaj, edhe tjerë, se tash bile është një nxënës u lajmëru një ditë, tha do të punojmë me i nxjerr krejt nxënësit e klubit karates Prishtina, cilët janë kyç në luftë, edhe dëshmorët. E ata më kujtohen shumë, sa ardal
jo sa ardal, po shpesh i përkujtoj kur kemi vrapu së bashku edhe ata sot. Çfarë mesazhe ja kishte dhënë krejt aty në sportistave të rinë ashta, po edhe atë më shumë që përbollen me sfida në jetë ose me aftësitë kufizume që ju ndodh ndonjë fatkeqësi në jetë? Personat me aftësitë kufizume nuk do të më kërku lëmosh. Ata do të më punu edhe nëse vetëm një pjesë e trupit ju kam vetë. Edhe do të me qenë krenar, edhe me vazhdu me punu. Jo vetëm ata, po të gjithë. Mos më dorëzu asnjëherë. Se, si që thot profesori Daud Demaku, nuk ka ma poshtë se dora e lypsit. Prandaj ne do t'i krijojmë të ardhunat, ka përjashtime njerëz që nuk munden, aty ne do të me i përkra. Por tjerë do të me gjithë mënyrën. Une kur kom qenë Ljubljan, një kroat nuk i ka pas 2 dur. Edhe ati i thanë, kur të kthehesh, keme punu në port. Portjer me hap portën. Edhe ai nuk thoi që s'ka më shku në punë. Po filloj, protezat janë i mori, edhe filloj me ushtru, kur kthehet prej spitalit, mund me punu. Mandej ku pa njeri të paralizum, to e kry masterin, magistraturën. Njeri që s'mundet me ecë. Ka dhe në karate sporte paraolimpike, këto që i marrin pjesë, njerëz pa 2 dur, pa 2 këmbëve të ushtrojnë. Kështu që mos më dorëzu, shprehia për punë nuk fitohet me njëherë, me fillu prej gjërave të vogla dhe dikur bojnë gjërat mëdhaja. Po thëmë përjashtime ka, po dohet gjithë, dohet me punu. Se puna është sendi që të bën mas shumë të lumtur në këtë botë. Jaje që ta falë dikush. Po me punë me arrit rezultat, me arrit sukses. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë, po kur arrin suksesin, krejt ato vujtje dhe ato harrohen. Nderuar, të falenderoj shumë që pranove për me na folë sot për intervistë. Ju lutem, ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju.